Për të kuptuar fjalimin, mendoj unë, duhet dalim çik për te i fjalimit dhe për debatin që kemi bërë prej 6 muaj në vitin studio. Pra sot kemi marrë një konfirmim që gjithë këto paranojat që e drama nuk shkon dot në Amerikë, dramën do e marrin si Maduron. Kemi thirrur edhe njeriun me opozitës. Mirë, po është e rëndësishme për t'i thënë. Shumë, por e kemi pjesë më vete totalisht. Dakor. Është një pjesë e rëndësishme. Po edhe për bordën e paqes, u bët debati madh, u nda opinioni që Rama shkoi në Davos, nuk e pranonte Trumpi ta kishte në tryez, prandaj ndeti këtu. Pra, të gjitha këto kanë rënë. Trumpi mund mos ketë rënë dashuri me Edi Ramën, po e trajton Edi Ramën si çdo lider tjetër të planetit. Si ata që i duhesh aty mund. Kjo duhet thënë, e parë. E dyta, a ka sot, dhe këtu do kthehem pastaj ke fjalimi, a ka sot Rama një marrëdhënie siç kishte me administratën e kaluar demokrate? Mendoj se jo. Dhe po ta shohësh në të gjithë frymën e fjalimit, është një frymë fjalimi as për të joshur jo administratën e SBA-s, por për të joshur një narciz që komandon sot SBA. Kap një fjalimin e Ramës që a thot për OKB-n. Një moment bushat aty, po të vinjere, dikush i foli i treti, ujtë si e ka ai. Ujtë ka. Ujtë ka, a i tha falemderit ti, Suzi, sot që shefe kabinetit, në dhe cilën është Lacivita që erdi këtu. Dhe më thënë, është një luft e brendshme që thot bushati shumë e qartë, po? Dhe duket në fjalim në Ramës, edhe kjo që bëri për UÇK-n, pra që në një fjalim ti drejtohesh personalisht në auditor të madh presidentit, do me thënë që ti nuk e pasur as 30 sekonda komunikim real me presidentin. Prandaj, ja thua publikisht atë që si thua dot... Po ndoshta i duhej publikisht, e pre? Privatisht. Ndoshta i duhej që ta merrin vesh në të gjithë. Kush ta merr dhe vesh? Ne, Thaçi, të gjithë. Ta merr dhe vesh që ky tani ka shkuar atje dhe për këtë punë. Mund të jetë një interpretim. Jo, është një interpretim. Po të kthehemi ke thelbi i asaj. Goditi OKB-n, gjigant në agoni. Totalisht çfarë thot Trumpi? Që ai duhet Trumpi, po. Po pra po, do me thënë, ke përballë një narciz dhe nuk do sille si sillet njeriu me presidentin e Amerikës, do sille si sillesh me një politikan narciz. E dyta, kjo që u tha pak më parë, qëndrimi për të fajsuar për gjithçka ka ndodhur në Gaza, vetëm 7 shtatorin e Hamasit ishte i turpshëm. Pra, në një kohë që edhe drejtësia ndërkombëtare po e cilëson Izraelin dhe Netanyahu si persona dhe shtet që ka ushtruar genocid, Rama këtë prap i shkon të njëjtës linjë. Dhe e treta, krasoni pak Ramën që bënte humor me Macronin, duke u tallur me këto shmangjet e luftrave që bënte Trumpi, me Ramën e sotme që ngre lart marrëveshjen në zyrën e Trumpit parë midis Vučićit dhe Abdullah Otit. Që ishte një marrëveshje qesharake që nuk pati asnjë efekt dhe nuk solli asnjë gjë, dhe ta trajtosh këtë një marrëveshje si gati pragun e një marrëveshje finale, është të shtrëmbrosh historinë që ne këtu e njohim. Pra, për ta përmbledhur me 2 fraza, Rama nuk është delezez për Trumpin, por Rama ka filluar pa përfillur traditën e diplomacisë shqiptare, ka filluar një joshje personale ndaj Trumpit. Pra, këto qëndrime që mbajti Rama në fjalim, nuk janë qëndrimet e një shtetari normal, janë qëndrimet e një njeriu që do të përkëdheli dhe do të bjerë në sytë Trumpit. A është kjo më ka në vetë, po e bëjnë me një njeri si Trumpi, lider të shteteve shumë të fuqishëm. Por, ama, unë këtë fjalim kështu e pash. Në politik, fitore është dhe ajo të
të arrish të çfrysh akuzat e kundërshtarit është një lloj fitore. Por nëse Rama mendon se i ka përcen probleme me drejtësinë, se është tjetër kjo se keme rafta. Por problemi edhe një fjali, problemi është këtu. Për shembull, pavarësisht se çfryu akuzat që do e marrin si Maduron, Bolt shikosh sjelljen atje, çfarë tha për Vjosa Osmanin Trumpi dhe çfarë tha për Ramën. Pra, nuk është se kemi një rikuperim, kemi një pranim, që është gjë normale. Sakt. Qëko, Rama absolutisht ka bërë një gol të madh këtë herë, edhe këtë duhet ta pranojmë. Praktikisht dhe realisht si ka sa i vërtytshëm, sa i drejt, sepse ja hodhi gjithë tezat dhe ky ishte gabimi i opozitës, që gjithë kohën ka me qatë meret pa fund dhe ndeti qëndroj të Rama Duro, gjithë kohën të Rama Duro. Kështu është kur nuk ke strategji opozitare. Rama bërë një gol shumë të madh në kuptimin e imazhit, në kuptimin e asaj që shqiptarët shohin se si do sillet Amerika. Po kjo nuk do të thotë që ka mbyllur marrëdhënien, ka hapur përfundimisht portën me Shtëpinë e Bardhë. E dyta, edhe ajo që më shqetëson më shumë ishte me Kallister sot në Tiranë dhe refuzoi të takojë Berishën. Kjo është më rëndësishme se sa e hapi apo se hapi Rama portën në Shtëpinë e Bardhë. Mendoj unë. Unë them që... Po unë do të thoj një gjë. Unë mendoj që kjo pa dyshim që ishte një ngjarje shumë pozitive, pa dyshim që ishte shumë mirë për Shqipërinë, pa dyshim që ishte shumë mirë edhe për Edi Ramën vetë, po dua të them dhe një gjë tjetër që e çfryu gjithnjëherë këtë xallamahin që kemi ne në rrjetet sociale, në media, Rama Duro, kam për ta marrë zvarr, kam për ta marrë me helikopter, qa nuk kemi dëgjuar ne nga këto gjëra. Tjetra gjë që bëri kjo kësaj radhe, unë e thash dhe në krye të herës, bëri një diferencë të madhe, se nëse Sali Berisha thot të gjëra në publik, atje në bordin e paqes Edi Rama tha që neve kishim votën e të 2 partive parlamentare për të ardhur këtu në bordin e paqes. Tregoj diçka komplet tjetër, tregoj dha një mesazh edhe paqe për mënyrën se si gjykon Shqipëria për të shkuar në... Unë të thuash ndryshe këtë. Po jo, unë them vetëm një, jo, ishte një gjë që... Mire the, se dhe ne këtë mendim kemi. Do me thënë, unë them një gjë që... Shqipëria, thanë kolegët, nuk e kanë luksin që të mos i shfrytëzojnë momente tilla, dhe Rama është një mjeshtër për të shfrytëzuar këto momente. Po i tha... Të merë gjak në vetull për këto punë. Ndërkohë që... Janë shumë, bile unë e shkut, janë përveç jo në formë dhe në moshë, jo në pamje dhe në moshë, janë shumë dhe me zotin Trump, për gjerat gjënglimet e këto. Dhe... Politikanët i ulli nuk janë ideologji, janë tipologji. Tipologji. Këto ideologji është maskim. Tipologjia është realitet. Ideologjia tani unë them që këtu ne mbyllëm